Me dini që të hanave trasin vetëm gra dhe flasin për rrugtimin e secilës grua që ulet përballë meje. Sot këtu për herë të parë kemi Kaltrina Regjepi Dragusha, e cila përveç gazetare për shumë vite, është gjithashtu aktiviste dhe njëkohësisht drejtoresh ekzekutive në Institutin Hulumtues për të drejtat e njeriut. Do të flasim për shumë gjëra bashkë, se do të kemi pak mbrapa në kohë, ndoshta për të kuptuar edhe rrugtimin e Kaltrinës, po e fillojmë pikërisht pse ajo ka zgjedhur që të jetë gazetare për shumë vite tashmë, siç e përmenda pak më herët. Kaltrina, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pas këtu. Faleminderit për ftesën, Rota, kënaqësia ime. Pak do të kthehemi mbrapa, edhe ndoshta ta zgjojmë pak edhe nostalgjin tënde, por edhe të kuptojmë se pse Kaltrina ka vendosur të ketë këtë rrugtim që ka sot. Kur kthehena mbrapa në kohë dhe mendoj pse kom dash me bë gazetare dhe ato sot qysh e shoh profesionin ton, dallim shumë i madh sepse para se të fillojmë para reklamave na ishme vetëm duke biseduar sa ka ndruar niveli i gazetarisë sot, edhe siç ka qenë më herët. Misioni im ka qenë domethënë si problemet e njerëzve, nevojat e njerëzve, ato që ne nuk i shohmi, institucionet nuk i dinë, ti qesmin pa. Ka menduar që të kontribuoj për një jetë më të mirë të grupeve, sidomos grupeve të marginalizuara, fëmijëve, grave që kanë dhunë familje, probleme të ndryshme, familje të varfëna, nevojat e tyre që sa më shumë që pak a shumë, ose në çfarëdo forme të ndikoj për një jetë, bën zëri tyre dhe të ndikoj për një jetë më të mirë të tyre. Me thënë drejtën, në një periudhë shumë të gjatë, Dhurata nuk kam pranuar as të dalë në storyt e mia si fytyrë, si fizik, po. Sepse kam dashur që unë të mos figuroj, po të figurojnë ata, unë të jem zëri atyre personave që ata ka nevojë i problemeve ndryshme. Fillimisht në Bern si gazetare hulumtuese për 5 vite, pastaj në emisionin në Udhëva në RTK për 9 vite tani me që jam, kjo ka qenë ajo që unë kam dashur, është i përpara, problemet e ndryshme që t'i çojmë përpara dhe mendoj që deri tash mirë kemi dalë, kemi trajtuar problematika të ndryshme, kemi bërë mjaftueshëm jo, po kemi çu probleme të ndryshme përpara. Kur kthehena më pas në kohë dhe i mendoj qoftë për emisionit të parë të realizuar ose temës së parë të realizuar dhe ato deri më tani të realizuar, mendoj që kemi trajtuar shumë tema për herë të parë, tema ekskluzive, probleme për herë të parë ekskluzive, që pastaj shoqëria civile, institucionet kanë filluar dhe janë marrë me to dhe kanë ngrit nivel vendit. E kujtoj emisionin e parë ka qenë, për cilin jam shpërblyer për herë të parë, ka qenë për një banesë kolektive në komunën e Lipjanit, e cila gjithë banesa ishin probleme ujë të pijes, konsumonin ujë komplet të jashtë standardeve shëndetësore, edhe ishin të rreziku mbi 2000 banorë që jetonin në banesë kolektive, edhe askush nuk merrte me ta pas raportimit të ngritjes së problemit nga ana jonë, dërgimit të institutit publik për ta analizuar situatën edhe ujin e pijes, pastaj marrën masa komuna Lipjanit, e ndroi komplet gypin e ujësjellësit, i furnizoi me ujë, banorët filluan të kenë një jetë më të mirë. Pastaj hulumtimi i dytë, po ashtu i shpërblyer si hulumtim i mirë në drejtat e fëmijëve, ka qenë për fëmijët me nevoja të veçanta, të cilët u pengonin të merrnin pjesë në shkolla. Në atë hulumtim kam hulumtuar 6 raste në 6 komuna të ndryshme. Domethënë ka qenë fillimisht sfidë me gjetë raste në komuna të ndryshme, probleme të ndryshme për njëra tjetrës, që secila familje përballkej me fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët në një formë apo tjetër u pengonin për të marrë pjesë në shkollë, për të ndjekur mësimin. E tema të ndryshme, mandej martesat e hershme të komunitetit e që bëhen në këmbim të traditës babahak apo haku në babës, në këmbim të pareve, domethënë qysh shumë familje nuk e kanë shumë më të rëndësishme nëse vajza atyre martohet 13, 14 apo 15 vjeçë, nëse vetëm familja burrit e paguan mirë shumë parave, që është përveç jo pranueshme në aspektin njerëzor, martohet një fëmijë, është edhe jo ligjore, është edhe vepër penale, e deri tek rastet e dhunës në familje, rastet e incestit, rastet e trafikimit të vajzave të reja, që ndodhin në shoqërinë tonë dhe që ne shpesh herë mendojmë që ato janë vetëm tema që ne i dëgjojmë, po të ne nuk ndodhin. Shoqëria jo nuk përballet me ato. Shoqërinë tonë nuk ka incest, shoqërinë tonë nuk ka dhunë familje, vetëm ne e hiperbolizojmë. E mendoj që secila prej këtyre temë kur e kam trajtuar, më ka bë, me thënë, faleminderit që kam zgjedhur këtë profesion, sepse jam mundu të jem zëri. Sepse ke qitur pa të vërtetën.
Saktë, Gjitha ato që përmende dhe the që nuk ka, në fakt janë mëse të vërteta, gjithmonë duke u fshehur nga edhe duke u fshehur, edhe duke mos u trajtuar mjaftueshëm mirë. Më thash fillim, domethënë, nëse shohim gazetarin tani dhe kur e kam zgjedhur unë kam dashur të jem gazetare, mendoj për klasës 7, për moshën 2-13 vjeçë. Ka pasur diçka në veçanti që të ka shtyr? Në familjen time askush nuk është gazetar. Po gjithmonë kam qenë ajo që kam thënë, unë dua të bëj diçka. Sot mendoj që jo, ende kam hala se kam arritur të jem as për gjysmë ajo që kam ndruar të jem, as që ndroj të jem, mendoj që të jem sepse ende kemi kohë për të arritur synimet e tona, po që kam dashur të kem këtë profesion dhe kur kërkush s'ka besu që mund t'ja dalim, sepse nuk vi thash për një familje me një profesion të tillë, jem rritur me një fshat të thellë të komunës Prishtinës, me 2 prindër që kanë punuar shumë për të na shkolluar, për të na krijuar kushte si babi, si mami, kanë punuar shumë që neve të na mundsojnë një shkollim primar, e mandej për të na ushqyer edhe ëndrat e tona si fëmijë që t'jem ta që jem. Për të bërë gazetar, po ashtu familjen tim ka qenë një profesion jo shumë që kanë besuar që mund t'ja arri, po që më kanë shtyr që ne mund t'i plotësojmë kushtet nëse ti don ta studiosh dhe ta jesh aty. Në fjalë të tjera të kanë përkrahur pa marrë parasysh a e kanë besu po themi të ardhmen e këtij profesioni apo jo. Po, kam përkrahur pa kushte, si babi, si mami, dhe një kanë 2 persona që kanë besuar shumë dhe më kanë përkrahur. Për ta gjithçka ka qenë primare në aspekt shkollimit, tam si vajzë, po edhe vllavët edhe 2 motrave të tjera, e kam pas shumë të rëndësishme që neve fëmijëve të na shkollojnë. Pastaj me këtë parim, kur e kam pasur me një familje të thellë, me një fshat të thellë, me 2 prindër që punojnë në punë bujqësore, mund të arrin të ushqehen ëndrat brenda familjes, që dikush të mund të arrijë të ndjek ëndrat e veta, jam munduar që edhe me temat e mia të trajtojnë në këtë formë që asgjë nuk është e pamundshëm, që dukuritë negative në shoqërinë tonë mund të luftohen, duhet të dalin e pas, sepse vetëm në atë formë mund të luftojmë, duke parë rastet se çka ndodhin, dikush mund të ndikojë t'ju ndihmoj, të mbështesë. Po ashtu ku ka nevojë që të ndërhyjë policia dhe organet e drejtësisë, duhet të qes dikush në pas ato shkelje që bën të drejtave të njerëzit, sepse brenda aty në familje mund të ketë fëmijë me ëndra të mëdha që mund t'ja dalin, po vetëm duhet dikush të mbështesë. Fatmirësisht vi për një familje që dhunë familje nuk kemi pa kurrë, që mbështetjen ndaj vajzave ka qenë e padiskutueshme edhe ndaj hallave të mia, pastaj ndaj neve si vajza, nuk është bërë kur diskriminim gjinor, edhe për atë arsye munduar që dhunë në baza gjinore të mos ta trajtojë si dhunë kolektive të ndarë në zona, sepse në vit thash për një rrjethi shumë të thellë, po që kur nuk kemi pas dhunë apo jo barazi gjinore, gjithmonë jena përkrah barabart, në familje punë kanë qenë të ndara barabart. Me thënë drejtë, nuk i dim as ç'është ndarja punëve burrë dhe grua. Domethënë, babi dhe mami janë 2 prindër që janë shembulli më i mirë që ndërveprohet në një familje, si çift, si partner, për me çu përpara synimet e tyre dhe për me rrit fëmijët në formë të shëndosh. Ata si kanë nda punë të mia dhe punë e gruas. Unë e kam pa mamin duke bërë drekën, babi duke duke qit çajin, edhe nëse ka babi pe punës, fushës apo s'ka pas rëndësi, babi s'ka thonë kjo punë është punë e gruas edhe në tash ulem. Ka qenë, jemi rrit me 2 prindër që kanë pas respekt të ndërsjellët. Mami edhe kur ka qenë në shëndet jo të mirë, gjithmonë ka thonë, jo dua të shkoj të ndihmoj babit se nuk mundet vetëm, na jena bashkë. E ka pas një respekt të ndërsjellët dhe mendoj që mandej rezultati i tyre jemi 4 fëmijë që i shtym këtë respekt të ndërsjellët, që kemi mri mandej me kry shkollën, secili me qenë në punë të vet, në profesionet e veta, ata që jemi sot, edhe që dhe sot kur i shohim prindërit do mundohen të na mbajnë me këmbë në tokë, na thonë që ju halo mund të bëni, na halojnë këtu babi hala punon, mami kur nuk ndalet. Tu na përkrah në rritje të fëmijëve, në ushqim, në çka ka mundësi, sepse mendojnë që hala është detyra e tyre, neve si fëmijë, sepse tash ne jemi bërë prindër, na shtyjnë tutje, na mbështesin. Për prindin gjithmonë një fëmijë. Absolutisht, edhe të prindit gjithmonë kur shkoj shih fëmijë. Gjithmonë, është e vërtetë. Gjithsesi, ka ndonjë moment qoftë nga ndonjë pamje
nga televizioni, apo ndonjë gazetare, apo diçka e tillë që ty të kanë ndezur këtë dashurinë që ke për gazetarin, këtë ndjesin për të ndihmuar të tjerët, për nga buron më saktësisht. Apo është pikërisht nga kjo që e përmendesin familje, që të ndihmosh njëri tjetrin, është ajo kjo ka qenë fillimisht për familjes, po pastaj ka qenë ndoshta edhe të pa edhe atë kohë gazetarët ma herët emisionet të ndryshme. Që të kalon për shtypje. Për mu gazetaria hulumtuese ka qenë gjithmonë pak ma interesante, ma nxitse, asnjëherë nuk e kam synuar botën televizionit si moderatore, si prezantuese, sepse kam menduar që jo nuk mund të depërtoj atje ku unë e kam synimin. Edhe pastaj si gazetare hulumtuese, asnjëherë temat nuk i kam trajtuar në Prishtinë, ku e kam pasur edhe zyrën. Gjithmonë jam munduar në zonat më të thella të gjej rast edhe atje të shkoj. Problematika të cilat nuk është të shihen apo nuk është të ndëgjohen. Edhe kjo ka qenë edhe mandej të pa emisione, nuk më thënë kjo se ai, po përgjithësi emisione që kanë gazetaria që është bërë në vitin 2004-2007-2008, që më kanë nxit më shumë kurreshtë problematika që në trajtu, nevojat e njerëzve, zëri i grupeve të shtypura që dalin pa drejtësive, pa punësimit, me të njofshëm në atë periudhë ka qenë shumë i shprehur, korrupsionit, problematikave të ndryshme, që gjithmonë kanë qenë të shtypur ato që nuk kanë, ata që nuk kanë zë. Kjo ka qenë mandaja që mu më kanë nxitur që t'jem zëni i atyne që nuk kanë zë, do me thonë, sepse të rritësh të jetosh në zonat që janë në qendra të mëdha, është më lehtë edhe të bësh zë i vetvetes. Po të jetosh në zonat të thella, nështë edhe se vi vetë për një zonat të thellë, e kam kuptu ma mirë që ma shumë se ka nevojë që dikush tjetë edhe zëri jotë. Unë për më shkollu dhurata, mu më është ndasht të largohem për familjes për 2 vite, nga për moshës 14 vjetë e gjysë dhe 16 vjetë e gjysë, të jetoj të tezja, të familja tezës, sepse s'kemi pas transport publik fshati, dhe gjithë fshati është për ngull për shkak të mungesës e transportit publik. Dhe më thonë, në atë periudhë, qeveria, komuna nuk e ka pa të rëndësishme të sigurojnë transport publik, për e kanë lejuar që një fshati tërë të shpërngullet për shkak të mos shkollimit. Sepse nëse ne kemi qëndruar atje, shkolla ka qenë vetëm deri në klasën e 8, edhe që çdo është të jesh i pashkolluar, të mos ndjekësh ju ëndrat, po të mos ndjekësh as shkollimin bazë, shkollën e mesme. Do të mbetesh komplet i pashkolluar. Edhe do më 90% që i familjeve janë shpërngul në këtë formë, ose një 10% tjetër e kanë gjetë këtë forma tjera, t'i dërgojnë fëmijë dikon, t'ia ndërtojnë fëmijëve një shtëpi afër qytetit, të largohen edhe familjet njëra me tjetrën, do të thonë fëmijët dhe prindërit të jetojnë të ndarë për shkak të shkollimit, sakrificë. Edhe nështë të qenë vetë si e ardhur nga kjo nevojë, e kam patë nevojshme në se dikush do t'jetë zëri i këtyre personave. I këtyre problematika, sepse kjo nuk kam qenë vetëm ne si zonë, si fshat, me problemet e njëra. Gjithë Kosova, sidomos në atë periudhë, është përballur, mendoj që ende përballën me shpërngulje të mëdha për shkak të këtyre problematikave shkollimit. Tek që 2 vite ka shku transporti publik në fshatin për nga vijon, ka kam prej ardhjen. S'ka pas transport publik. Ata me çka fëmijët të shkollohen, me çka të ndjekin ëndrat e tyre decisivisht në një formë apo tjetrën, qeveria ka vendosur që ato zonat i lë gjithmonë të prapambetura, të anashkaluara dhe pa perspektivë. Të cilat merren gjithmonë vetëm me një profesion me bujqësi dhe lektori dhe jo të shohin ata fëmijë që rritin ato zona si të ardhmet të vendit. Dhe po thonë, prindërit si babi, si mami, kanë sakrifikuar shumë, kanë punu shumë, pastaj babi kanë ndërtu shtëpi në Prishtinë, unë me vëllain kemi jetu ndarë as për prindërve për të shkolluar, për të ndjekur ëndrat e tona. Babi më është dashur të ndaj të hyrat në 2 pjesë, në 2 shtëpi. Një shtëpi fëmijë të rritur vetë, që po rriten vetë në qytet, dhe mamin dhe babin në fshat, të punu për neve. Kur shoh tash në nivel prindrit, në shoh o zot, qysh kanë mujt mas parë me flejt rahat ata, me ala neve në një botë të panjohur vetë, në atë kohë s'ka pas as internet, telefoni ka qenë shumë më shtrejt, shumë më kushtu shumë për të folë. Edhe zor me komuniku, gjithçka. Edhe me komuniku, plus tash që i di probleme që ballafaqohen të rit, sidomos fëmijët pa kujdes të mjaftueshëm prindror. Unë them o zot, qysh ka ditë, kena me mujt të mbijetojmë pa hyrë në probleme, qoftë në
vjedhje, qoftë në droga, qoftë në gjitha ato probleme që ne sot i shohim me fëmijët, në çka edhe familjet në çka përballon, edhe që jetojnë me familje. Po, e vërtet, e vërtet, e vërtet. Tani, si u gjende në gazetari, edhe po flasim për vitet e para, të marrë parasysh sa sfiduese din tjetë, e sidomos gazetaria hulumtuese, me qenë se e përmende disa herë këtë rast, jo vetëm për identifikimin e rasteve që janë shumë të rënda edhe emocionalisht për të përballur me to, e lejmë për t'i transmituar, për t'i bërë ato storje të gatshme për publikun. Sepse në fund të ditës duhet ruajtur privatësia, duhet ruajtur shumë e shumë të jetë, është delikate pikërisht se si plasohet ai material, ajo informat dhe ajo situat te publiku. Saktë, dhe kjo është ajo pjesa që publiku nuk e dënë dhe nuk e sheh dhe nuk e kupton. Ne që punojmë në televizion, ndoshta e kemi ne s'dua tham kur që ne e dim dhe ju se dëni, po është saktë ajo që mua sa nuk e kupton sa sfiduese është kjo pjesa. Dhe se çfarë ka mbrapa atij materiali? Dhurata në vitin e parë, kur kam aplikuar në fakultet në Universitet të Prishtinës, në gazetari nuk jam pranuar. Bile më është thënë që kur nuk i më bë gazetare. Një sfidë, do më thonë, një tentim mbytje ëndrash. Përkundër që unë në fakultet të shtetit, kur shkova të kërkoj pikët e mia, i kisha të i kaluar dhe pikë të testit që ishtë për të pranuar. Po që e thash fillim, kur t'jesh në një zonë pa zë, ma ne edhe je një person pa zë, edhe shumë a letë të shtypësh. Edhe në atë formë, ndoshta nuk dua të përmendem apo të fajsoj askon, po disa persona ka pas personat e tjerë që kam pas krah më të fuqishëm fëmijë, unë nuk i fajsoj fëmijë, sepse fëmija është thjesht ne kemi qenë të ri, 18 vjeç, po të rriturit, ata që kanë marrë vendime, që kanë menduar që vajza apo djali dikujt e meriton më shumë vendin, sepse vajza apo djali dikujt që s'është askushe. Edhe nuk jam pranuar. Jam pranuar në fakultet e letërsisë, pastaj në afatin e dytë, në një fakultet që unë lexoj shumë libra, po nuk jam për të studiuar letërsinë. Nuk është profesioni im letërsia. S'ka flejt shpirti aty. Po, edhe unë pranova pas një problem në fakultet e letërsisë, po që nuk ishte ëndra ime. Kryta një veç e përfundova atë fakultet e letërsisë, pa që në ëndra ime. Vitin e dytë prap aplikova, prap nuk u pranova, sepse më kishte thënë një vit më herët që ti s'do të pranosh në gazetari, sepse shkova dhe kur kërkova testin bëra edhe pak zhurmë të dekanati. Edhe mandej shkova në fakultet privat, kolegj privat, edhe e mora me shumë pasion edhe inat një të kohë që unë kam u bërë gazetare. Edhe qysh në vitin e parë, fillova me që në brenda universitetit, ai grupi studentëve që punojnë, dalin teren, në praktikat që gjithë praktikët mundshme që jap mundësin universitetin, në atë grupin e parë. Na kemi qenë 3-4 veta studenta që na kemi qenë gjithkohë të parë, në debatin, diskutime, pjesëmarrje gjithkohë të parë. Edhe pastaj në vitin e dytë, fillova edhe të maj praktika, tamam punës, në vetë dytë fakultetit, edhe në fund të vitit të dytë, pranova në televizionin Rokom, në atë kohë ka qenë, punova 6 muaj, ma pak se 6 muaj ndoshta, edhe me telefonun pa fillu mirë vitin e tretë në fakultet, me thërën në punë Birni, Jeta e Gjara, në atë kohë emision Jeta në Kosovë, që t'i bashkohem me ekipes të tyre. Për mua ka qenë një ëndër e realizum në atë kohë, sepse gjithmonë e dëshiroja gazetarinë hulumtuese, ma në atë periudhë emisioni Jeta në Kosovë ka qenë emisioni më zë për gazetarinë hulumtuese, në vitin 2012 po flas. Edhe për mua ishte një ëndër e bëm realitet. Pastaj në atë periudhë në Birn ka qenë ekipa mendoj që më e mira e gazetarëve në nivel vendi që kam punu, kam pas edhe redaktor të mrekullueshëm që kam punu në atë kohë, e që më ka ndihmu që unë më u formu pastaj tutje. Falë tyre mendoj që kam kryer një farë doktoraturët gazetarisë në atë periudhë, sepse 5 vite të përballësh në Birn ka pas, nuk di tash se funksionon, po në kohën kur kam qenë unë ka pas dhe jo rastisht për masterin e doktoraturën vjen një përvojë e jashtëzakonshme. Ka qenë në atë kohë ka pas rregulla tepër të mëdha në Birn për të ndjekur çdo publikim që është publiku. Ka kaluar në filtra të ndryshëm, filtrën teknik, filtrën redaktorial, filtrën ligjor. Domethënë para se të publikohet çdo shkrim, çdo emision. Edhe ti sa kalojsh filtrën redaktorial, kalojsh te filtri ligjor. Zyra ligjore ta kthejnë të 3 herë shkrimin apo emisionin, jo se ke marrë parasysh këtë nën apo këtë
Ti u dashur gjithçka të bësh Kjo ekspertizë, fjali, po gjithçka të analizosh çdo detaj. Edhe kjo pastaj është edhe defekt profesional, sepse kudo që të punojsh tutje ti kemi një këto rregulla. Pastaj sepse ne isha në emision, pastaj ishte rregulli filtrit teknik. Edhe ka qenë fat të punoj në atë periudhë, ka qenë sfidë, ka qenë shumë vështirë. E pranoj absolutisht, kemi punuar me orë të tëra edhe vikendeve, po kemi qenë të ri edhe ka qenë një ëndër e jona për të bërë ta që ndoshta sot jemi, edhe ka shkuar shumë mirë. Jam falënderues asaj ekipes që kemi punuar atë kohë, sepse mos kam pas kur problem në aspektin të trajtuarit temat hulumtuesa. Kemi në Bern kemi trajtuar hulumtime të ndryshme, gjatë periudhës sa kam qenë në Bern kam marrë 4 çmime për gazetari hulumtuese. Pastaj në vitin 2017 kam kaluar në RTK në emisionin Udhëve prap në zyrë hulumtuese. Në Bern kam trajtuar zakonisht tema drejtat njerëzit dhe korrupsion. Në Bern pastaj në Udhëve pastaj në emision në RTK jam fokusuar, jam falënderuese jashtë masë RTK-s që ma kanë jap hapësinën që unë të fokusohem të drejtat e njerëzit. Ku ka hyrë drejtat e fëmijëve, dhuna në baza gjinore, trajtimi i rasteve i dhunës ndaj grave, ndaj vajzave, temave të trafikimit, edhe janë trajtuar në atë formë aq të mirë sa sinqerisht as edhe një prej tyre, sa viktimat e kanë trajtuar, s'ka pas ankesë më të vogël, as më zbuluar identiteti, as më jem dëmtuar, as gjë dhe gjithë secila prej tyre ka pas revolucion në vete. Po. Kështu që impakti i tyre ka qenë jashtëzakonshëm, qoftë për emision, domethënë para ishte njëri prej emisioneve që është bërë shumë zhurmë, ka qenë edhe motelet qysh është e mundshme të hyjnë prej fëmijëve deri të plaç që kemi pasur vdesë në motele, po ne kur kemi trajtuar hulumtimin ka qenë qysh mundesh me bë abuzime me fëmijë në motele. Kemi hulumtuar disa prej tyre dhe kemi pasur që kanë asnjë mbrojtje, asnjë garancion, edhe ato mund të abuzohet me fëmijë të mitur pa asnjë identifikim, sepse nuk ndjekin asnjë masë identifikuese. Shteti ja ka lejuar një farë monopoli të veprimit pa ndjekje penale. Pastaj përsaktimin e gjinisë së fëmijëve, vrasja e vajzave në barkun e nanës, qysh në Kosovë në formë të heshtur ende kërkohet të kenë një djalë, dhe kur të shkojnë në ekzaminim të mjeku, gratë me apo pa presionin e burrave kërkojnë të për mjekut metoda të ndryshme, qoftë edhe IVF, vetëm për të pasur një djalë. Ne kemi identifikuar mjek që kryejnë metoda tradicionale, mjek që kryejnë mjekësinë e avancuar IVF-in, e që aplikojnë metodat për të përcaktuar gjininë e fëmijës, që tregon që ne barazin gjinore e mysim prej ende parë në jetë, do në momentin që, ose edhe kjo do shtazania natyrshme, po që me këto testet e avancuara nipti që janë tash në fazë të hershme e përcakton gjininë e fëmijës, edhe kemi raste të aborteve selektive, edhe pse nuk lajmërohen se aborte selektive, po në momentin që në javën e 9-10 e kupton gjininë e fëmijës, pa treguar arsyen pse po aborton, mund të abortosh sipas ligjit. Dhe kemi pasur që ende në Kosovë aplikohen të gjitha këto. Të gjitha këto hulumtime kanë qenë, kur kthehesh mbrapa dhe sheh një bagazh i mirë, që ja ke treguar publikut se çka po ndodh në vend, institucioneve po ashtu, shoqërisë civile, gjithashtu që të veprojnë me kampanja vetëdijsuese, me trajnime, me ligjërata në për shkolla, në për vende ku ata shohin që mund të kryejnë impakt që këto dukuri negative të shuhen. Mbi gjithë këtë punën si gazetare hulumtuese e ke kurorzuar duke qenë në krye tashmë 4 vite të Institutit Hulumtues për të Drejtat e Njerëzit. Ka qenë kjo pikërisht që të është dukur që nuk është se i duke bërë mjaftueshëm përmes gazetarisë, saqë të është dashur të shtosh po themi apo thjesht të marrësh edhe një tjetër hapën mbi veten tënde, pikërisht për të potencuar edhe për të forcuar kauzën tënde? Sakt, kjo është edhe arsyeja dhurata pse kam vendosur t'ia shtoj vetes edhe një përgjegjësi më të madhe, një sfidë në vete, sepse ende vazhdoj të jem gazetare.
dhe të kesh edhe një punë me orar të plotë dhe po ashtu të menaxhosh edhe një institut që kërkon punë me orar të plotë, angazhim ekstra, është sfidë shumë e madhe në vete. Po kjo ka qenë arsye sepse ka menduar që nuk vishoj mjaftueshëm, nuk janë mjaftueshëm ato që i bëjmë si media në impakt të jetës publike, të jetës së qytetarëve. Tregova kemi trajtuar shumë tema dhe shumë shpesh kur i kom pa të trajtuara pastaj pe shoqërisë civile apo pe institucionet kom pa që ndoshta nuk e kanë seriozitetin e duhur që problematika duhet të trajtojmë. Është trajtuar sipërfaqësisht. Edhe ka ardhur kjo kadal si nevojë ndaj vetës, duhet me bëj diçka më shumë, po më shumë për gazetarisë ju edhe në vet nuk mund të bësh. Nuk mund të bësh më shumë fushata se sa të emisione. Pastaj edhe emisionet e kanë televizioni ka politikën e vet që nuk mundet një temë ta përsërit. Nuk mund të muaj ligjërata në shkolla, nuk mund të bëj takime fokus grupe, trajnime me grupe të ndryshme. Kontaktin e drejt për drejt me... Kontakt, përveç që shkon të bëni një intervistë, i thirrmë një debat, aq mund është të realizosh. Edhe pse kjo është shumë e rëndësishme, po ka nevojë edhe më shumë të shtrihet nevoja punës me grupe të ndjeshme. Edhe e kem pa të nevojshme të hape një institut për hulumtime për drejtat njerëzit. Deri tash kemi realizuar hulumtime që kanë përfshin punëtorët e pastrimit, punëtor teknik, kemi bërë hulumtime për dhunën në baza gjinore dhe ngacmimin seksual, njohurinë të nxënësave se sa e njohin si problematik, dhe kemi trajtuar edhe punëtorët e Trepçës, minatorë që në Kosovë kanë qenë punëtorë të padukshëm. Bile edhe hulumtimin e kemi quajt punëtorë të padukshëm të nëntokës, sepse gjithmonë kur kemi raportuar, kur kemi lexuar për ta, kur kemi dëgjuar zërin e tyre, ka qenë vetëm kërkesa tyre elementare, ekzekutimi i pagave që kanë pasë vonesa. Dhe asnjëherë nuk kemi folë për ta, për kushtet e punës, për shëndetin me çka ballafaqohen, për jetën që ata bajnë, për jetën e shkurtë që ata e kanë, për shkak të kushteve të rënda të punës, për ligjin që prej pas luftës për ta nuk funksionon në rregullat të ligjit të përminator që do duhej të zbatohej ligji i veçantë ndaj tyre dhe jo ligji i përgjithshëm i punës së gjithë punëtorëve. Dhe e kemi realizuar një hulumtim që është lansuar në shkurt të këtij viti, e që është pritur mjaft mirë si nga institucionet, si nga shoqëria civile, si nga mediat dhe posaçërisht nga vetë minatorët që kanë bashkëpunuar jashtëzakonisht shumë me neve, që edhe ata kanë thënë që për herë të parë dikush po jep zë problemet e tyre, shëndetet e tyre, nevojës për pensionim të parakohshëm të tyre. Hulumtimi është realizuar, kjo impakti medial ka pas mjaftueshëm, tash jemi në fazën ku duhet të punojmë drejt për drejt në ndryshim të ligjeve, të krijohen rregulla dhe ligje të veçanta që minatorët të pensionohen parakohshëm dhe të njihen sëmundjet profesionale që i përcjellin minatorët. Super. Jemi të minutat e fundit, Kaltrina, do doja shumë të di se në ndonjë moment gjatë gjithë këtyre viteve karrierë të kanë bërë qoftë rastet të cilat janë shumë të ndjeshme, i diskutuam si tema, apo thjesht edhe dikush, si ai rasti që të ka thënë që s'do të bësh kur gazetare, të kanë bërë të ndjesh aq keq sa që në një farë momenti edhe të kanë bërë të luhatësh në vendimet tua? Ka pas raste që më kanë bërë të ndjehem keq. Ato raste kanë qenë atë kohën kur unë nuk kam filluar rrugën e gazetares, kur unë nuk kam filluar rrugën e formimit profesional. Kur ishte dashur ndoshta të kem mbështetje, domethënë sepse të kalosh në sfidat të shkollimit, të familjes, largimit nga familja, të bësh një sakrificë. Sakrificë domethënë atë mallin që ti e ke gjithmonë moshë shumë të re, të mos i takosh prindërit ka 2 javë ditë, të jetosh larg tyre pse ti në Kosovë, po larg tyre, ka qenë shumë sfide madhe. Në anën tjetër, edhe kushtet financiare nuk kanë qenë në favor tonë që ne kemi pas mundësi të eksperimentojmë me profesionet. Dhe në atë kohë po, unë kam bën të ndjehem keq, qoftë mos pranimi në fakultet të shtetit, pastaj edhe gjatë studime në vitin e parë, ndoshta që ka pas si komente. A keni mi gjujt parë të prindërve që po bani, sa po vini në kolegje private, nuk keni për këtë profesion. Vetëm ato periudha kanë qenë sfiduese. Momentin që kam filluar të punoj, asnjë gjë tjetër s'është që më ka bërë të ndihem keq. Përkundrazi, edhe kur kam pas komente që
është dashur të bënë të ndjem këtë, vetëm sa më kam forcu më shumë. Profesionin tonë, sidomos, ka sfidat e jashtëzakonshme, përballësh me njerëz të jashtëzakonshëm, konkurrenca është shumë e madhe. Pastaj edhe ndërmjet kolegëve tanë, nuk e di pse ekziston një inati profesional i keq, i dëmshëm. Pa nevojshëm. Pa nevojshëm. Secili për neve kena hapësinën tonë, nuk ke nevojë t'ja bësh domin askujt. Secili për neve jena persona në vete. Jena karaktere në vete. Unë nuk mund të jem të jasë, ju nuk mund të jeni unë. Dhe jena karaktere në vete dhe secilin e bën ajo që është e mirë në formën e vetë. Manej gjykimet e njerëzve, jo e bën mirë, jo e bën keq. Me ta drejtën, ka kohë që nuk më bëjnë mas për shtypje, sepse momentin që i qetë objektivat për para dhe din çka do të arrin, i qetë edhe sfidat që i ki për para, sepse të jesh nënë, të jesh grua, të jesh familjare, është po ashtu sfidë në vetën në profesionin tonë, dhe nuk mund të jesh më larti, sepse e ki orar të caktuar kur do të marrësh fëmijën nga kopshti, nga shkolla, kur duhet të jesh në rolin e prindrit, se do është dita e fëmijëve, se është dita e fëmijëve dhe mendoj që aq sa dua të nis si nën t'ja uroj ditën e fëmijëve, gjithë fëmijëve të botës, mendoj që ka herë vetëm ne si prind me mos prezencën tonë një shkelmi të drejtat e fëmijës, që kanë drejtën elementare të jenë prezent me familjen, të rriten me familjen bashk. Dhe këto gjëra i vështirësojnë punën e gazetarës. Shumë shpesh neve na bëjnë të ndihemi keq si njerëz, jo si profesionist, po si njeri. Të vëjnë pikpyetja ti po don të jesh profesioniste e mirë, të kesh një institut të suksesshëm, të jesh gazetare e suksesshme, po nën si njeri, a je njeri i mirë? Kjo është ajo pyetje që ndoshta ka herë harrojmë t'ja bëjmë vetes. Ose kur ja bëjmë vetes na lëndon mas shumti. Është vërtet. Kështu që kjo është ndoshta ajo që më mas shumti më sfidon. Kur e qas vetën profesionin një anë dhe jetën ta me familjare dhe fëmijët e mi një anë, ajo nënë e mirë mjaftueshëm, sepse për kjo pjesa tjetër, me batisa dhe zbatisa ja dalmi, e kompenzojmë. Po jetën edhe kohën me fëmijët dhe impaktin që kemi prezencën tonë tek fëmijët, nuk e dia e kompenzojmë, sepse kur kthehemi tash si fëmijë dhe shoh impaktin që kanë pas prind tonë tek ne, na i fal tyre, fal babit edhe mamit. Ndërsa fëmijët tonë kanë pas të fal neve, ata që kanë me kanë të ardhshëm rend të parë si njerëz, si karaktere, edhe pastaj si profesionist, apo kushdo që ata zgjedhin të jenë jetë. Edhe për mua vetëm kjo është ajo sfida dhurata. Të gjitha kalojnë, edhe sidomos kjo ndjesia të ndjerit fajtore në mos prezencën në ndonjë momente, e di që kalon, sepse të jesh një profesioniste dhe të mundohesh që t'i bësh gjitha ato dhe t'i arrish të gjitha synimet, duket që po lë keq, por mbi të gjitha unë jam shumë e sigurt që t'ja del në të gjitha anët, edhe të jesh prezente me fëmijët edhe gjithashtu të arrish gjitha synimet që ke në punë. Faleminderit shumë Kaltrina, u kënaqa të dëgjoj edhe po besoj që edhe shikuesit e kanë ndjetë të njëjtën. Kënaqësi që të pata edhe po shpresoj që të shihemi hera tjera suksese. Faleminderit për kohën, Dhurata, kënaqësia ime. Faleminderit shumë. Miq të dashur, tani është koha sa ndjekim materialin në vazhdim të cilin e ka përgatitur Sara, në fokus e kemi Martën, e cila ka bërë një, po themi një